Lajmi fundit. Nga një korriku hyn në fuqi rroga minimale më e lartë që ka pasur ndonjëherë Shqipëria, 50.000 lekë në muaj. Qeveria e quan një hap të madh për të ndihmuar punëtorët dhe për të përballuar rritjen e çmimeve. Por jo të gjithë janë të lumtur. Bizneset paralajmërojnë se kjo mund të sjellë rritje të çmimeve, ulje të vendeve të punës dhe më shumë presion mbi sipërmarrjet e vogla. Në rrugët e Tiranës, qytetarët ndahen me shpresës dhe skepticizmit. Është e mirë, por 50.000 lekë nuk dalin as për qira dhe ushqime, thot një vajzë që punon në call center. Po, është rritje e vogël, por më mirë kjo se sa të qëndrojmë në vend, thot një burr që punon në ndërtim. Aktualisht Shqipëria ka ndër rrogat minimale më të ulta në Ballkan edhe pas kësaj rritjeje. Ndërsa inflacioni është ende problem që po ha fuqinë blerëse të shqiptarëve. Disa ekonomistë thonë se rritja është e nevojshme, por duhet shoqëruar me politika që ulin kostot për bizneset dhe ndihmojnë çmimet të mos rriten më tej. Një gjë është e qartë, rroga minimale në Shqipëri sot është më e lartë se kurrë. A mjaftojnë 50.000 lekë në muaj për të jetuar sot në Shqipëri?